Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Ja ku mblodhëm përsëri tani, jemi në emisionin e ditës së njëjtë. Do të përpiqemi të flasim për gjërat që ne i mendojmë të rëndësishme. Se sa të rëndësishme janë ato, si që unë ju them vazhdimisht, e dini ju. Jo përse këto një mund të ketë më të rëndësishme, i si kapim ne. Por ne ato që mendojmë të rëndësishme, përpiqemi të ose edhe ju i dëgjoni, ose edhe nuk i dëgjoni, sikundërse unë ju them vazhdimisht. Të nderuar teleshikues, sot gjykata kushtetuese pritet të vendosë për fatin e Belinda Ballukut, por jo vetëm kaq, por edhe për fatin e Erion Veliajt. Ndoshta nesër pas nesër edhe Ilir Meta mund të bëjë një kërkesë tjetër për po të kësaj natyre, gjykatës kushtetuese, sepse edhe ai po rritet në burg gjatë. Qeveria, siç e dini, ka kërkuar heqjen e pezullimit të zëvendës kryeministres nga detyra, Belinda Ballukut. Nëse Erion Velia kërkon lirin, pasi mori i konsiderua i padrejt vendimi i marrë ndaj tij për shkarkimin nga kryetari i bashkisë apo jo, atëherë kërkon dhe lirimin. Dhe të ndiqet në gjendje të lirë. Pra, si të themi tani, të gjithë kanë syt nga gjykata kushtetuese. Dhe nëse gjykata kushtetuese merr këto vendime, atëherë dikush bie. Spaku, mos e dhënë Zoti. Po të presim, prisni dhe të presim dhe të shikojmë çfarë do ndodh. Për këtë çështje dhe për disa ngjarje të tjera të kronikës, ne do të flasim në pjesën e parë të këtij emisioni. Në pjesën e dytë, unë do të jem në një skandal i madh. Autoritetet greke kanë shpallur gazetarin Artan Hoxha, non grata në Greqi, u bë dhe mod kjo tani në Shqipëri. Doktori e hoqi këmën zvarë, si thuash, dhe non grata. Dhe Greqia bë ka... Unë dinja kisha dëgjuar të herës, po thosh se bënin dhe shaka për gazetarin Marin Mema, por pas saj vjen për gazetarin Artan Hoxha dhe është një skandal i vërtet të cilin e kemi në studio. Artan Hoxhën, po dhe me gjerë, se ka që të diskutojmë, po me gjithë në diskutojmë turpin e madh të shtetit shqiptar që nuk reagon fare për këtë problem. Përfitroni sikur një gazetar, të nderuar teleshikues, një gazetar grek ta bëjë non grata këtu, ngrihet gjithë Greqia, ngrihet gjithë Evropën dhe ngrihet ndoshta edhe Donald Trumpi. Pse? Do të thotë do të dërgojnë haber dhe atij dhe do të diskutohet shumë gjatë dhe shumë gjerë kjo punë. Nëse autoritetet tona jo, thonë tani do të, sidomos tani nuk mund të bëjmë asgjë, se i kemi syt nga Bashkimi Evropian, po shkojmë atje tjera. Bile dhe një deputet me origjinë çame që tira unë, Denis bashkë po bisedonim që e thirëm, se dhe ti më the i mirë shumë Ardit Bido, edhe Arditi u fshe. Nuk u fshe, a i tha jam në një darkë në Kuç. Tha do dalë nga ande, nga Saranda, pastaj tha kam darkë, u spostua në Kuç ku s'kish valë. Edhe nuk del. Ose kishte valë, po ndoshta... Ose mund të kishte valë në Kuç, po në të prit... Ishte valë shkurtra. Ishte valë shkurtra. Pra, të nderuar, gjë njeri në botë nuk do të dalë dhe nuk do të thotë asnjë fjalë. Edhe nga krau i djathë, konservatorët, desha ta bënja, po këte ata janë me Belerit. Ka mundësitja këtë thonë që ja ka fut Beleri këti, ja ka fut Beleri Tan Hoxhës, edhe këta nuk të... Edhe po dolën ata do mbrojnë, e do mbrojnë edhe Tan Hoxhën edhe Belerin. Nese, ne kemi thirrur një panel, do diskutojmë për këto, po do flasim dhe për marrëveshjen e detit, të cilët grekët janë rikthyer, datën 16 zonja Elisa Spiropali është mobilizuar shumë fort, se dhe ajo e ka të vështirë tani, është e ngarkuar shumë, zonja Spiropali, në datën 16 të muajit që vjen, se ky iku, do të bisedohet prapë problemi i detit, kufit me detin, do mos vjen Greqia fare këte, që vetëm ne të hyjmë Bashkimin Evropian, sa do pak të hyjmë të vegjël, po edhe po erdhi Greqia këte, mjafton të hyjmë Bashkimin Evropian, po i solli kufit afër. Pra, kjo do të jetë, nderuar teleshikues, pjesa e dytë. Tani, për pjesën e parë, unë kam zonjën Klodiana Lala, faleminderit shumë, ta them këtë drejtuese në shënjesë që i them gjithmonë 24. I te kaloj. Se e shikon dhe Irfani dhe thotë pse se the 24. Ishte këtyre ishte në Ingilterë, në Britani, u kthye, sot folëm. Ferdinand Dervishi, faleminderit. Andi Tela, faleminderit. Denis Dunjaja, faleminderit shumë.
Se ta Bushati njëri që pyeta unë pse ti nuk them përgjigje, kur të thoj kështu, po se ta mbetet të them faleminderit, unë faleminderit, ti faleminderit shumë që dhe ti Si ato qokat e vitit 3. edhe mbetet faleminderit dhe ikën pjesa. Në lidhje direkte, unë do të kem avokat Ili Gërdupi, avokat. Ili mirë mbrëma. Shëndetje si jeni. Prap do na japësh një mendim tjetër se mund të bëhen më shumë se një. Na fole për Ballukun herën e kaluar, por dhe më gjerë ti do të japësh një ide e pe vendimin e gjykatës sot, çfarë ishte dhe do të shikojmë tani. Ishte më shumë një njoftim se sa vendim, por patjetër mund ta komentojmë. Do të pyesëm ty pak minuta, mos ki merak, mos u mërzit, nuk do të marrim shumë kohë. Do të na thuash diçka dhe do të largohesh. Po kështu do të kem Andi Bushatin në lidhje, larg është ky tani, larg ka dheut, dhe do të lidhet me mua. Sot nuk është tani, lidhet më vonë dhe po më vonë kur të dalë problemi te Ilir Meta, se kemi 2 probleme aty, Meta ka qenë sot në gjykatë dhe është lënë në fuqi ajo çka qenë, dhe ndërkohë ka përfolur që ka dokumenta shumë të rëndësishme për 20 janarin, mund të bëj fjalë dhe ne do të kemi një lidhje me avokatin Cakrani. Tani, që të mos vonohemi, se u vonova më duket pak, zonja Lala, kur do të shqyrtoj kërkesën e qeverisë gjykata kushtetuese për pezullimin e Ballukut nga GKK? Çfarë procedure ndjek gjykata kushtetuese? Digjeti për këtë pak a shumë në... Tani, gjykata kushtetuese, kolegji u mblodh ditën e sotme, pati një vonesë, sepse në momentin që u paraqit kërkesa nga kryeministri i vendit Zoti Edi Rama, cilin do ta shpjegoj më pas çfarë kërkon, kolegji mbeti pa njëri nga antarët, sepse zonja Olta Zaçaj, kryetari i gjykatës kushtetuese, mbaroi mandatin dhe pas betimit të gjyqtarit të ri Asim Vokshi, ajo menjëherë duhet largohet nga gjykata kushtetuese. Sipas rregullave të gjykatës dhe se si funksionon ajo, u vendos që në vend të zonjës Olta Zaçaj të hynte si antare e kolegjit Marsida Gjaferllari, e cila aktualisht ushtron edhe detyrën e kryetarit së gjykatës kushtetuese deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Dhe kolegji penal, kolegji gjykatës kushtetuese aktualisht përbëhet nga Sandër Beci relator, Sonila Betja dhe Marsida Gjaferllari. Janë këto të 3. Ditën e sotme kolegji u mblodh për të vendosur nëse do ta kaloj çështjen në mbledhjen e gjyqtarëve apo nuk do ta marrë në konsiderat, mbetet për tu parë, por sipas ligjit, antari që hyn rishtas në kolegj duhet që ta marrë kërkesën dhe aktet bashkangjitur jo më pak se 2 ditë. Dhe duke qenë se zonja Gjaferllari ishte caktuar ditën e djeshme dhe nuk kishte patur mundësi, pra kohën e nevojshme sipas ligjit, ajo kërkoi kohë që të njihet me aktet e dosjes dhe me objektin e kërkesës dhe kolegji vendosi që ta kaloj çështjen për shqyrtim në datën 2 dhjetor, për faktin se nga dita e nesërme deri të hënën janë pushime zyrtare për shkak të festave të nëntorit. Gjykata kushtetuese tha sot njoftimin zyrtar që duke qenë se bëhet fjalë për një kërkesë për pezullim në lidhje me vendimin e gjykatës së posaçme që i ka ndaluar zonjës Ballukut të drejtën për të ushtruar funksionin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, sepse vetëm këtë pjesë konteston kryeministri sa i përket masave, çështja është konsideruar prioritare dhe për këtë arsye do shqyrtohet në kohë sa më të shpejtë dhe dita e parë pas pushimeve ishte pikërisht 2 dhjetori. Tani çfarë kërkon kryeministri i vendit që ka vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese? Së pari duhet sqaroj që kryeministri është subjekti i cili në mënyrë të pakushtëzuar vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese. Dhe zoti Rama, është ligjore kjo? Po, është kushtetuese, mund ta shpjegoj dhe avokati. Pra është avokati do të shpjegojë. Që jep ligji, janë disa subjekte, por njëri prej tyre është kryeministri. Vetë ajo nuk e bën dot. Si? Vetë ajo nuk e bën dot. Pra duhet ta bëj kryeministri në këtë. Po pra e bën kryeministri, presidenti janë një grup. Dikush dëgjova unë një tjetër që thoshte që duhet ta bëj ajo vetë dhe jo. Po, pasi të kaloj të gjitha shkallët e gjyqësorit. Apelin, gjykatën e Pra, lartë. zonja Balluku mund të drejtohej gjykatës kushtetuese pasi të ketë kaluar të gjitha hallkat, nuk mund të shkojë në mënyrë të drejtë për drejtë. Atëherë, zoti Rama kërkon së pari të pezullohet vendimi i gjykatës së posaçme, vetëm lidhur me masën ndaluese që ka të bëjë pezullim nga ushtrimi i funksionit publik si zëvendës kryeministre dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë. Ndërkohë që nuk ka pretendime për pjesën tjetër, pra masën shtrënguese, që është ndalim për të dalë jashtë vendit. Kryeministri thotë që ky vendim i pezullimit i marrë nga gjykata e posaçme ka krijuar një vakum institucional, pengon rrugën e Shqipërisë në drejtim të Bashkimit Evropian, sepse zonja Balluku në cilësinë e ministres së infrastrukturës dhe energjisë deri në vitin 2027 duhet të firmos 800 projektakte dhe së treti thot është ndërhyrje
e gjykatës së posaçme në 3 institucione. Kryeministri i cili propozon, presidenti i cili dekreton dhe kuvendi që voton zonjën Balluku në cilësinë e ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Dhe pika e dytë që kërkon zoti Rama, kërkon një interpretim të pikës 3 të nenit 103 të kushtetuesës, ku njëri nga pikat zonë të drejtat e deputetit. Por gjykata këtë pikë e ka sqaruar, sepse ka thënë që unë e pezulloj zonjën Balluku sipas nenit 242 kodit procedurës penale. Por është dhe neni 103. Po, patjetër. Avokatin do të ta sqaroj vetëm një moment. Atëherë, gjykata e posaçme arsyeton si më poshtë që zonja Balluku pezullohet nga funksioni zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, për shkak se sipas gjykatës referuar nenit 242 kodit procedurës penale, ajo është e emëruar dhe jo e zgjedhur në këto pozicione, ndërkohë që nuk preket mandati deputetit për të. Pra zonja Balluku është e lirë të ushtrojë detyrën si deputete e kuvendit. Qartë. Zoti Gërdupi, më ndihmoni me avokatin, ju lutem. Avokat, çfarë do të shqyrtoj? Lala pak a shumë na e sqaroi, por unë e dua nga ju, po kaq thjeshtë, me ju juridike, po thjeshtë. Çfarë do të shqyrtoj konkretisht gjykata kushtetuese dhe sa mendoni se janë gjasat që ta rikthej Balluku në detyrë? Çfarë precedentësh kemi? Atëherë, në lidhje me kërkesën, pavarësisht se kushtetuta parashikon kryeministrin si subjekt që mund të drejtohet gjykatës kushtetuese, në të njëjtën kohë kushtetuta i referohet dhe çdo institucioni të përmendur nga kushtetuta kur ka të bëjë me konfliktet e interesit. Në rastin konkret nuk është e saktë që kërkesa është drejtuar nga ana e kryeministrit, por kërkesa është dërguar nga ana e Këshillit Ministrave. Ndihmoni çik me stabilizimin e figurës, ju lutem. Pan firmën e kryeministrit megjithatë. Po? Jo, mos i vin me avokatin. Po, avokat? Yes. Pra, kështu që në sa i përket subjekti që ka dërguar është Këshilli i Ministrave. Pavarësisht se nuk është nga subjektet e përmendura nga neni 134 i Kushtetutës, është e ka dërguar si institucion i cili është cënuar nga një akt edhe konflikt pushteti. Dhe për çështje të konfliktit kompetencave, çdo organ i Kushtetutës mund t'i drejtohet gjykatës kushtetuese në lidhje me këtë interpretim. Kjo është për të sqaruar një detaj procedurial, jo se bëni ndryshim shumë të madh, është kryeministri apo Këshilli i Ministrave. Në dijenin tuaj. Ka dy pretendime që janë të ndara me njëri tjetrin. Njëri pretendim është që kjo masë pezulluese ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë tek Jo, mund ta sqaroj avokatin, dhe kjo ndikon. Jo, duhet ta sqaroj avokat. Kërkesa nuk kur të mbaroj avokatin ndryn, të lutem. Po mund t'ja sqaroj sepse po e ti kalon. Kërkesa nuk është bërë nga Këshilli i Ministrave. Nëse nuk keni qenë i vëmendshëm, po ua sqaroj. Është bërë nga kryeministri i Republikës së Shqipërisë, zoti Edi Rama. Për sqarim, Po Këshilli i Ministrave quhet. Jo, është kryeministri. Pra do thot mund ta dërgoj kërkesën që ta shfaqim në UOL dhe ajo çfarë po sqaroja nuk thash që nuk ka institucione të tjera, thash kryeministri ka të drejtën e Ka të drejtë pra, jemi okay, po nuk po të kundërshton apo. Jo, se e pati si kundërshtim, po ja kaloj Rozhanit që të na e shfaqi. Okej, po është okay. Domethënë, po jemi dakord që kryeministri pas ka të drejtë. Urdhro? Po. Tani në momentin që regjia ndihmon lutem me stabilizimin e figurës së avokatit, e cila lëviz majtas djathtas majte. Lëviz avokatit. Avokat, bëj kujdes se lëviz ke ti. Më lëviz edhe kështu një nga Amerika mua, dhe unë mendoja që ai tundej, kishte një si koltuk që tundej shumë, ishte një analist i njohur, shqiptaro-amerikan, edhe ai tundej. Po ti jo, ti pse të ke një problem aty të vogël. A në rregull, tani jemi në rregull. Okej, besoj është më mirë tani? Më mirë. Atëre, avokat. Okej. Tani ti ikim nga ky moment. Ka të drejtë Edi Rama ta bëj këtë gjë dhe e ka bërë. Tani sa janë gjasat që të rikthehet Balluku në detyrë të hiqet pezullimi? Mendoni ju? Tani kryeministri janë dërguar 4 kërkesa. Në këto 4 kërkesa, njëra prej tyre është që vendimi i pezullimit nga detyra të pezullohet nga gjykata kushtetuese. Dhe ky vendim duhet shqyrtuar përpara se sa të shqyrtohet kërkesa. Pra, do mlidhet mbasi nëse kolegji pranon që kërkesa të shkojë për shqyrtim në seancë plenare, do duhet që mbledhja e të gjithë gjyqtarëve, 8 që janë aktualisht në detyrë,
të vendosin nëse vendimi i gjykatës posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit do pezullohet efektet e veta deri në shqyrtimin e gjykatës kushtetuese ose jo. Nuk ka patur raste deri tanishme që gjykata kushtetuese të marrë në shqyrtim një vendim të shkallës së parë, pa patur më pas ezaurimin e apelit edhe gjykatës së lartë. Dhe rrjedhimisht unë nuk mund t'ju them sa ja gjasa që kjo të ndodhi, sepse është një rast krejt i pa precedent, që nuk ka ndodhur më parë. Është një rast që ju thoni nuk ka precedent. Nuk ka ndodhur. Që të kërkohet pezullim një vendimi gjykate të shkallës së parë. Vendimet e gjykatës të lartë, mbasi kanë kaluar të 3 shkallët gjyqësore, dërgohen në mënyrë të rëndomë në gjykatën kushtetuese, kanë drejt të gjithë palët e përfshirë në proces që të dërgojnë gjykatën kushtetuese, por kanë pretendime për shkelje të drejtave këtyre kushtetuese. Në rastin konkret, ne kemi një kërkesë që të pezullohet një vendim që është i shkallës së parë, pra pa u shqyrtuar ende nga apeli dhe nga gjykata e lartë. Dhe rrjedhimisht nuk e di nëse gjykata kushtetuese do jetë në gjendje, do ketë edhe kompetencën ligjore që të mund të thotë që të pezullojë një vendim i cili e pezullon zonjën Ballukun nga detyra. Sa i përket themelit kërkesës, që themeli i kërkesës është a ka shkelje të kompetencave, pra a ka ky cënimi i imunitetit që po i bëhet zonjës Balluku, a është vetëm një cënim i imunitetit procedurial, pra i imunitetit parashikuar nga neni 242 i kodit procedurave penale, apo prek edhe thelbin sipas kompetencës që ajo ka sipas nenit 103 kushtetutës, që thotë që e përfshin dhe mbrojtjen proceduriale. Ky është një pikë. Pika e dytë është se sa cënon kjo vendimmarrje kompetencat e drejt për drejta të kryeministrit, presidentit për emërimin, shkarkimin ose pezullimin e anëtarëve të Këshillit të Ministrave. Kjo është një çështje që shkon tek thelbi i konfliktit dhe i drejtohet konfliktit midis pushteteve. Pra nuk prek në mënyrë të drejtë për drejtë zonjën Ballukun. Nëse do ketë një vendimmarrje që ka cënime dhe ka shkelje të kompetencave, dhe gjykata kushtetuese nuk do duhet, gjykata posaçme nuk mund ta merrë këtë masë sepse është një cënim pushteti, atëherë do rrëzohej masa e pezullimit edhe zonja Balluku do mund të rikthehej në detyrë. Avokat, edhe Erion Veliaj, pasi gjykata kushtetuese ktheu mbrapsht vendimin e shkarkimit të tij nga kryetari i Bashkisë Tiranës, kërkon thojse të njëjtin gjë. Domethënë lirimin, zonja Balluku kërkon pezullimin, ai kërkon lirimin. Të gjithë mund ta kërkojnë nesër për gjykatën kushtetuese edhe Ilir Meta. Si e mendoni? Shkurt. Kjo mund të ndodhi në momentin që janë ezauruar gjitha shkallët, në gjenimin time zoti Veliaj ka shkuar, ka marrë vendimin e lirimit i është bërë rrëzuar rekursi nga ana e gjykatës së lartë, dhe rrjedhimisht ai ka të drejtën të drejtojë gjykatës kushtetuese nëse ka pretendime në lidhje me cënimin e drejtave. Por në rastin konkret nuk ka përputhshmëri midis kërkesës që bëhet për zonjën Balluku, sepse ajo ka imunitet, ndërkohë që kryetari i bashkisë, pavarësisht pushtetit politik të madh që ka, nuk gëzon imunitet sipas kushtetutës edhe sipas që nuk është deputet ligjit procedurial. Kryetarët e bashkive nuk kanë imunitet. Rrjedhimisht ai nuk mund të shkojë drejt për drejt siç po bëhet në rastin konkret me një kërkesë për interpretim të kompetencave, sepse nuk e ka këtë mbrojtje kushtetuese. Por mund ta kërkojë si individ, patjetër mbas rrëzimit të rekursit nga gjykata e lartë, ka të drejtë që i drejtohet, po baza ligjore është krejt e ndryshme dhe nuk i referohet po të njëjtës elemente dhe po të njëjtës procedurë. S'kemi kohë. Nuk kemi tela. Pyetje. Vetëm pyetje. Pa thua. Avokat, vetëm një pyetje doja për sqarim në lidhje me rastin e zonjës Balluku. Ne kemi parë më parë një konflikt mes Kuvendit dhe GKO-s me rastin e zotit Berisha. Kam fjalën për masën e tij të sigurisë. Atëherë 1/5 e deputetëve të Kuvendit shkojnë në gjykatën kushtetuese dhe tha që GKO-ja, SPAK-u dhe GKO-ja bashk kanë tejkaluar fuqinë e tyre dhe kanë vendosur masa sigurie ndaj deputetit Berisha, për cilën duhet kishin marrë më parë konfirmim nga parlamenti. Dhe gjykata kushtetuese në atë rast thanë që pavarësisht se këta 1/5 përfaqësojnë Kuvendin, nuk kanë të drejtë ta ngrenë si çështje, por çështjen duhet ta ngrejë deputeti Berisha vetë.
Dhe pastaj Berisha mori gjithë shkallët e gjyqësorit derisa në fund shkojnë gjykatë kushtetuese. Vlen në rastin e zonjës Balluku e njëjta histori, pra as kryeministri mos ketë drejtën t'ia kërkojë gjykatës kushtetuese, po vetë zonja Balluku. Lala e shpjegoi qartë. Tela. Jo, është në rregull pyetja. Okej. Korrektësi. Po, Unë nuk di të them se si do vendosi përfundimisht gjykata kushtetuese në lidhje me këtë interpretim, por situatat janë krejt të ndryshme, sepse në rastin e kërkesës nga kryeministri kemi të bëjmë me një cënim të një interesi të drejtë për drejtë të tij. Pra, fuqinë e tij për të emëruar ose shkarkuar anëtarë të Këshillit të Ministrave. Sepse ai bën propozimin e emrit ndaj presidentit, i cili më pas dekreton edhe çështja kalon në kuvend. Pra, kemi pretendimin për një cënim të drejtë për drejtë edhe konflikt pushteti. Ndërkohë që në rastin e kërkesës së një pesës së deputetëve, është debatueshme nëse dhe gjykata ka vendosur që nuk justifikohet interesi i dijshëm i një pesës. Por në këtë rastin konkret, këtu kemi të bëjmë me një kërkesë që thotë që jo vetëm ju e keni pezulluar zonjë Balluku dhe kjo e ka cënuar atë personalisht, që do donte pastaj që ezaurimin e shkallëve, por kjo më ka cënuar dhe mua drejt për drejt në momentin e pamundësisë për të kundërshtuar këtë vendim dhe pamundësinë për ta emëruar ose shkarkuar zonjën Balluku, sepse kjo është një kompetencë që më takon vetëm mua. Kështu që rrjedhimisht dy pikat janë të ndryshme njëra nga tjetra. Kjo nuk e përjashton një interpretim të ndryshëm nga ana e gjykatës, por në gjykimin tim mënyra se si është hartuar kërkesa është brenda çështjes së kompetencave. Avokatë, ndërkohë gjithë ti mund të bëjë dhe Meta dhe unë kam i pyetur drejtori dhe panelit, po dhe të ftuar që do bëjnë lidhje, Bushatit. Meta e ka depozituar kërkesën kushtetuese. E ka depozituar. Po, për vendimin e parë të gjykatës lartë është depozituar, besoj zoti Cakrani. Dhe zoti Meta e ka, po do ta kemi dhe me zotin Cakrani që do të na thotë, që do ta kemi pas me zotin Cakrani, edhe zoti Meta po del një pyetje tjetër këtu. Tani po themi, bëjmë si thua se ju jeni avokati thot gjithë shka në mbrojtjet klientit, gjithë bëndet avokatën e djallit, shpeshet gjitha, po, kjo është puna e avokatit, por sikur tani të bëjde unë si puna juaj të them tani i rëzoj të 3 gjykata këto. Do me thënë, liroj Lirmetën, liroj Lirmelin, pezulloj Ballukun, bjes pagu kështu apo ja avokat. Jo, zoti Rakipi, ne kemi pasur vazhdimisht vendimet e gjykatës së shkallës parë të GKK-s, që ka rrëzuar po apeli i GKK-s. Pra, shkalla 2 e gjykatës posaçme rrëzon kërkesën e shkallës parë. Kërkesa e Spakut, po, kërkesa e Spakut rrëzohet ose nuk pranohet nga ana e gjykatës. Ose vendimet edhe të shkallës parë dhe të apelit të GKK-s ndryshohen nga gjykata lartë. Kjo është mënyra se si funksionon sistemi i drejtësisë. Pra, nëse ne do kishim vetëm miratimin e kërkesave të Spakut në gjitha rastet, gjykata atëherë nuk do bënte më interpretim, por do ishte noteri i prokurorisë, që është një akuzë që shpesh avokatët e ngrejnë në proces, pasi pranimi i kërkesave është nga ana e prokurorisë është ndodh në pjesën më të madhe të rasteve. Në rastin konkret, nëse ne do kemi një interpretim nga ana e gjykatës kushtetuese që ka pas cënim të drejtave dhe duhet ndryshim të kësaj, atëherë do kemi një riorientim dhe një riorganizim të kompetencave të prokurorisë posaçme, duke e limituar për raste të ardhshme. Ka çështja me zonjën Balluku nuk lidhet vetëm me emrin e saj personal, por lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me kompetencat në të ardhmen. Për momentin, gjykata e posaçme ka vendosur pezullim nga detyrat të zëvendës kryeministrës. Nëse kjo do konsiderohet që është e drejtë dhe saktë, mund të kërkojë në të rast një pezullim nga detyrat të kryeministrit, nuk kërkojë një pezullim nga detyrat të një tjetër funksionari i cili nuk është i zgjedhur në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse të zgjedhur kemi vetëm deputet, kryetar bashkie dhe antar Këshillit Bashkiak, por gëzon një tjetër lloj imuniteti. Ne imunitetin nuk e kemi vetëm ndaj deputetëve, imunitet gëzon edhe antarët e gjykatës lartë, gëzojnë edhe avokati i popullit, gëzon edhe kryetari i kontrollit të lartë të shtetit. Pra, këto imunitete janë ato që garantojnë ata në kryerjen e detyrës pa patur presionin në të cilin duhet të jenë në trysninë e një vendimarrje që ka efekte të menjëhershme. Nëse ka një vendim përfundimtar, ndjes vetëm për të sqaruar këtë, nëse ka një vendim përfundimtar është e padiskutueshme që
duhet ndërprerë detyra, sepse askush deputet, ministra nuk mund të bëhen persona të cilët duhet ekzekutohet një ndaj tyre, duhet ekzekutohet një vendim penal. Por në rast se kemi vetëm një masë paraprake, në cilën në fund çështja edhe mund të pushohet, edhe mund të dalje pafajshme, dhe të kemi efektet menjëhershme të drejtë për drejta, këtu hyn tek limitimi i kompetencave dhe një tej zgjatje, po themi, të efektit të pushtetit gjyqësor. Avokat, falenderoj shumë për ndihmën që ne dhe në këto minuta për problematikën që ne kemi ngritur. Natën e mirë bashkë, faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Zonja Lala Erion Velia e thamë, ka kërkuar këtë shfuqizimin e masë sigurisë arrest me burg. Çfarë argumentash? Mund t'i dim thjesht dhe shkurt çfarë argumentash përdor? Shumë shkurt. Po zoti Velia ka një kërkesë të ndryshme në fakt. Zoti Velia pretendon që jo, nuk ishte thelbi ajo që tha avokati. Zoti Velia i kërkon shfuqizimin si antikushtetues të vendimit të gjykatës së posaçme, të gjykatës së apelit të posaçëm dhe të gjykatës së lartë që kanë lënë në fuqi masën e sigurisë arrest në burg për të dhe kthimin e çështjes në gjykatën e posaçme për ta rishqyrtuar edhe një herë. Çka në fakt rikthimi i çështjes në gjykatë të shkallës së parë në gjykatën e posaçme mund të sjellë një panoramë të re, sepse zoti Velia e pretendon, 1, thotë që është shkelur e drejta për një proces të rregullt ligjor, 2, është shkelur parimi i prezumimit të pafajësisë, sepse ai pretendon që për mënyrën se si SPAK e ka trajtuar, nuk e ka konsideruar atë sipas ligjit të pafajshëm deri në momentin që provohet e kundërta me vendim gjyqësor, dhe parimi i proporcionalitetit. Pra, për shkak të funksionit që ai ka patur, zoti Velia pretendon që duke qenë i zgjedhur vendor, duke ushtruar këtë detyrë, duke qenë që drejton bashkinë më të madhe në vend, nuk ka shkuar aty si një emëruar, por i votuar nga qytetarët, thotë që masa e sigurisë arrest në burg nuk është proporcionale me detyrën që e ushtron, por edhe me gjetjet e SPAK. Pra, kjo është në thelb pretendimi ose kërkesa që ka bërë zoti Velia. Sipas ligjit, në momentin që paraqitet kërkesa, subjekti në fjalë, pra zoti Velia, duhet të paraqes edhe provat bashkangjitur. Pra, gjykata kushtetuese, pasi e merr këtë çështje, e regjistron dhe cakton relatorin, relatori i kërkon palës edhe zotit Veliaj, por edhe prokurorisë posaçme në rastin konkret, pasi mbledh të gjitha vendimet gjyqësore, pretendimet e tyre në raport me çështjen. Pra, do të jetë dhe zoti Veliaj dhe prokuroria që do të ballafaqojnë pretendimet e tyre dhe ka disa mundësi, një të mbyllet në dhomë këshillimi, pra pa kaluar fare dhe pa u shqyrtuar në seancë plenare, por përgjithsisht çështje të tilla kalojnë në seancë plenare për shkak të rëndësisë subjektit, por edhe për të vendosur një precedent për të ardhmen. Kështu që besoj seanca për zotin Veliaj do të jetë publike. Të parashikoj, po do duhet ta presim. Denis, duke sikur lufta ka kaluar kalon nga gjykata e posaçme te kushtetuesja. Sa të rëndësishme janë këto çështje që kanë vajtur në kushtetuese dhe me të gjitha, edhe ju keni kryesudime për jurisprudencë, keni një rit mira në këtë pikë, dhe unë të pyes sa të rëndësishme janë këto çështje që kanë vajtur në kushtetuese dhe mbi të gjitha rrezikohet që gjykata kushtetuese të zhbeje shumë nga veprimet e SPAK-ut. Që nga viti 98 që është miratuar kushtetuta, unë besoj që kjo është hera e parë që vihet në sprov ose në të tilla sprova gjykata kushtetuese për interpretimet të këtij niveli ose të kësaj kategorie, siç është çështja në fjalë, por për analogji do doja që të ngrija një pikpyetje se si SPAK-u veproi me dy standarde kur ishte rasti i Veliajt. Se jemi para faktit ku a do prishen provat apo do prishen provat. Se rrezikshmëri tjetër shoqërore të dy subjektet në fjalë nuk kanë. Pra pse SPAK-u nuk kërkoi pezullimin nga detyra të Veliajt në fillesat e veta, pra u lejuaj, ai kërkoi dhe nuk prisheshin provat. Po, u lejuaj që të vazhdonte detyrën, kërkoi kush ishte Nesti Angoni dhe regjistri themëtar i shtetasit. Pezullim nga detyra nuk i bonte dot pas se vetëm për zotin Veliaj është e qartë neni i kodit procedurës penale. Një moment se ta shtilloj se do bëjmë kakofoni. Pra rasti është pse për zotin Veliaj, sepse është i zgjedhur. Atëherë pse për zonjën Balluku, sepse zonja Balluku e ka të njësuar mandatin e deputetit me mandatin e si drejtues. 103 njësuar. Kështu që tani o do rrim në standard, se unë nuk dua të bëj gjyqin e gjykatës kushtetuese. Mos vate këto 142 dhe 103 godasin një tjetrin se këto janë pastaj. Prandaj pra po them që kjo është sprove e parë që vendoset kushtetuta bashkë me gjykatën kushtetuese në një ballafaqim me faktin, me precedentin. Kështu që në këtë kuptim unë prandaj ndërtova dy pyetje retorike për të dhënë kuptimin se si interpretohen
me dy subjekte në format ndryshme e njëjta situatë nga pikpamja e reagimit SPAK-ut. Se SPAK-u, nëse do të duhet të ishte adresuar siç do të duhet të ishte adresuar, normalisht duhet shkonte në parlament, kërkonte mandatin në parlament dhe mbaronte kjo histori. Por SPAK-u ka adresuar gabim çështjen te një institucion e mërtesë. Se nis në rastin konkret imunitetin në parlament, kur vetë gjykata kushtetuese ja ka dhënë mundësinë ose më saktë ka konsideruar veprimin e SPAK për rastin e zotit Berisha legjitim. Po ta kishin njohur më mirë kushtetutën, pra po të ishin konsultuar më mirë me kushtetutën paraprakisht, cilat ishin afeksion, nga cila ando afektoi situata, pra kush godiste, çfarë pikë takoi, ku kishte kithët ose drejt për drejt, nuk do e kishin marrë këtë masë, ose e kanë ditë dhe kanë bërë qëllimisht. Pra dy mundësi ka, o nuk e... Po gjykata kushtetuese ka dhënë përgjigjen për këtë çështje. Gjykata po flasim për kushtetuese ka thënë, të lutem, gjykata kushtetuese në një vendim të mëhershëm për rastin Berisha ka thënë që prokuroria e posaçme është e lirë të kërkojë masa alternative përveç se arresti në burg dhe arresti në shtëpi, si dhe kontrollin personal për secilin subjekt pa kërkuar mandatin e deputetit. Në rastin e zonjës Balluku, i vetmi diskutim që mund të ngrihet ka të bëjë me faktin a mund të barazohet pozicioni ose të qenit zëvendës kryeministe dhe ministri i infrastrukturës me mandatin e deputetit, ky është i vetmi diskutim. Ka një pjesa më e madhe e juristëve. Sepse është e njësuar. Jo, nuk është e njësuar. Sepse në këndvështrimin tim, nuk kam mbaruar juridik, po aq sa ju, në këndvështrimin tim si e lexoj unë kushtetutën dhe ligjin, se varet. Ndaj ka shkuar Klodi në gjykatën. Të presim vendimin e gjykatës kushtetuese Tela. Prandaj unë thash që shkoj në jo ta bëjmë ne gjyqin, ju lutem. Të mos e bëjmë ne gjyqin. Vendimin, në pa përgjigjen as kujt. Jo të mos e bëjmë ne. Kjo çështja nuk ka nda vetëm opinionin. Kjo ka shkuar në gjykatë kushtetuese dhe ne të presim vendimin. Një pjesë e juristëve mendojnë që duhej marrë e mas, një pjesë tjetër thonë që jo nuk duhej marrë e mas. Kështu që, domethënë, këto çështje përfundojnë gjykatë kushtetuese, sepse ndodhin për herë të parë, pra s'ka ndodhur në gjithë këto 30 vite s'kemi pas çështje të tilla kaq specifike, po arsyeja se s'kemi pasur as SPAK, as gjko. Tani, çështja e zonjës Balluku është ndryshe nga çështja e zotit Velia apo më tej zotit Meta. Pra nëse për çështjen e zonjës Balluku ne kemi debatin për kompetencat, nëse ka SPAK-u kompetenca të pezullojë nga detyra një ministër apo një zëvendës kryeministër, te rasti zotit Velie, ne flasim për masën e arrestit. Pra, është e drejtë që ai të qëndrojë në burg siç ka vendosur gjykata e faktit, e shkallës parë, apelit dhe gjykata e lartë, apo jo? Pasi kjo gjykatë i ka hequr. Tani unë nuk jam shumë i qartë se pse zoti Velie kërkon rikthimin në shkallë të parë. Po sepse është i padrejtë, thotë, sepse gjykata ka thënë është proces i parregullt. Pa rregull ligjor, pretendon zoti Velia, jo? Sepse treja shkallët e kanë lënë fuqi vendimin. Sepse zotin Velia në gjithë këtë histori, pra të masës së tij të arrestit si kryetar bashkie, e shoqëron pak a shumë precedenti zotit Beleri. Edhe zoti Beleri ndeti në burg pa afat nga gjykata shkallës parë. Gjykata e apelit përsëri e la në burg pa afat, gjykata e lartë e la në burg pa afat. Dhe çfarë kërkonte zoti Beleri? Kërkonte thjesht një ditë liri për të shkonte dhe të betoj. Dhe në këtë rast gjykata kushtetuese, e cila e mori në shqyrtim çështjen, me shumicë votash, 7-2, mos gaboj, tha që nuk ka arsye që të ndërpritet masa e arrestit nga tij për të shkuar të betohet, pra për të përfituar mandatin e tij, sepse vendimi që ka dhënë gjykata e GKO-ja në këtë rast është më i vlefshëm në raport me atë që çfarë ka bërë zoti Beleri. Zoti Bushati, në lidhje, besoj më shkruajnë që e kemi, mirëmbrëma, faleminderit shumë. Ore, ti duket si te njëjti vend si një vit më parë. Vetë te njëjti vend. Jo, ndryshëm. Ore, ndoshta s'po, po unë e kam këtë me të njëjtën koherencë si para një viti. E pra. Po pra. Është e qartë me qartë, po është duket që është një. Koherenca është e njëjta dhe kur vendi ndryshon. Po e qartë. Atëherë, na keni ndjekur këto minuta? Po, me shumë vëmendje. Atëherë, rreth këtyre që thamë. Me shumë vëmendje ju kam ndjekur, por kur je jashtë e vë vete në syrin e publikut. Dhe nga jo që po vëre duket sikur po bëni një proces para proces, një gjyq para gjyqi. E këtë është një gabim ky. Me thash që nuk duhet ta bëjmë të gabim fakt.
Për shembull, ajo që vura re unë deri tani nga biseda, tema kryesore këtyre ditëve është tema e Belinda Ballukut. Dhe këtu mor rasti Balluku Velia, Balluku Meta, Balluku Berisha, Balluku Beleri etj. Në fakt asnjë nga këto raste nuk ngjajnë për një gjë. Po nëse këto bashkohen bushat dhe bie gjykata kushtetuese vendos në favor të këtyre, bie Spaku. Jo, Spaku nuk bie. Pse? Sepse prokurorit që veprojnë drejt duhet pranojnë që edhe mund t'i bie në akuzat. Nuk është në i mëkat kur të bie akuza. Po nuk është kjo e rëndësishmja. E rëndësishmja është që të gjithë këto ornamente dhe Berisha dhe Meta dhe Velia na janë kthyer sot, sepse kryeministri pas 7 vjetësh reforme në drejtësi ka vendosur të bëhet pengesë e drejtësisë. Dhe ne po kërkojmë tani që të përënkasht. Për shembull, çfarë na thot kryeministri që është adresuar gjykatës kushtetuese? Ore po vjedhin kompetencat, thot. Ore po cënohet imuniteti i deputetit, thot. Ore njëri pushtet po ndërhyn ke tjetri, thot gjithashtu. Në fakt, kjo për mua është kërkosh që të përënkasht, sepse ky mund të jetë debat midis konstitucionalistësh. Po një qytetar i thjesht që na ndjek thot, ore, jo zonja Balluku, s'ka rëndësi, ajo është e pafajshme. Kur një ministër vjet, çfarë duhet bëj? Duhet të ndrojnë detyrë. Se këtu po quhet grusht shteti, kur pezullohet një njeri i cili të shohet se ka vjedhur, cilit i kemi parë dhe lexuar mesazhet që bën nga fillimi në fund një tender. Dhe ne këtu hym tani, mos po i prishin Ramës qeverinë ta, po si mo ta lën qeverinë e Ramës të vjedhi. Pra ju duke thënë bushat... Një sekond, kemi precedent, kemi Ilir Meta me zë dhe figurë që gjykata tha që s'është provë e vërtet. Ne e pam Ilir Metën, apo jo? Gjykata foli atëherë dhe ne e pranuam gjithë, ne e pam Ilir Metën, e besuam që ishte ashtu, po në fund fare besuam. Gjykata tha kundërt. Si t'ja bëjmë? Po masa lidhet me si t'ja bëjmë me zero për masën, jo. Nuk po flasim për masën, po flasim për para gjykimin, pra. Bushati thotë që si bëjmë gjyqin dhe bëjmë gjyqin ndërkohë. Ta mbarojmë dhe këtë. Do me thënë, po, e thash dhe unë, Belinda Balluku mundet që vllai, komshiu i dashurit ja ke shkruajt ai ato mesazhe dhe ato nesër mund mos jenë prova fare. Po këtu nuk po diskutohet janë prova apo s'janë prova. Këtu asnjëri nuk thot Belinda Balluku nuk e ka manipuluar një tender. Këtu po na thonë duke pezulluar një njeri që prezumohet si ai dut, ne po bëjmë grushteti, duke pezulluar një njeri që ka vjedhur duke shfrytzuar zyrën, ne po i vjedhim kompetencat kryeministrit. Po të bënim një debat, a quhen prova këto të Ballukut, ky ishte debati mirëseardhur, por me sa duket, edhe mbrojtësit e Ballukut, nga që din që është deri këtu, nuk e bëjnë debatin ka prova, s'ka prova, po e bëjnë debatin, po na cënohet kushtetuta, jemi në put shteti. Për put shteti po të njëjtin bushat, po të njëjtin njerë kur është Jo, jemi okej, po të njëjtin dhe njerë tjetër kur është vjedhur në bulevard. Këto dy herë kur nuk kam pasur asnjë justifikim tjetër, kanë shpik këtë... Por të njëjtat argumenta, bushat përdor dhe opozita. Spaku është bande organizuar, Dumanit i ndrohet emrin mbi emrin e të gjitha, pra tani ti je duke thënë që me që i ngjet si shara në gosht dhe Edi Ramës bën njëjtin gjë si opozita, si gjithë politika shqiptare. Jo, nuk jemi ke e njëjta gjë. Pse? Pse jo? Për mua, e dëgjova aty në studio, për mua, Spaku që të ishte laboratorisht korrekt dhe të bënte një proces të pashar, duhet ta çonte për imunitet Belinda Balluku.
Dhe pse thoni ju nuk e çoj? Çështja që ka zgjedhur për ta kapur veshin kështu vjen se ka marrë mesazhin nga Edi Rama që unë Belindën nuk e dorëzoj. Unë Belindën nuk ja heq imunitetin dhe është detyruar të gjej këtë artificin me pezullim. Por tani debati nuk është si po vepron Spaku që ne hajde i hymë sa duash, por unë 90% jam kundra atyre që ka për Spaku. Problemi është ta lëm këtë gënjimin e publikut se po na shkelet kushtetuta, se po i rrëmbehen kompetencat e Edi Ramës. Edi Rama në këtë vend ka kompetencë dhe mbi federatën e futbollit. Ore kanë shkuar të gjithë e gjykata kushtetuese, edhe Berisha dije, por dhe këta tre sot kanë shkuar të gjithë e gjykata kushtetuese, Bushat. Sepse do mbrojnë veten se cili do mbrohet, Bushat. Pa dyshim, dhe kur se cili mbrohet, ne marrim rast pas rasti, ka të drejt filani mbi kauzën mbi cilën po mbrohet? Pra, në qoftë se Erion Veliaj, që për mua gjithashtu është një ajdut recidivist, njësoj si Balluku, mbrohet në gjykatën kushtetuese dhe thot, mua kryeministri nuk më shkarkon dot, kjo gjë a diskutim dhe kjo duhet gjykohet. Pra, varet për çfarë shkon. Edhe një pyetje, Bushat, ka patur shumë aludime, kishe edhe ti dyshimet e tua që te Balluku po hetohet sepse ka edhe ndryrje të huaj. Ne në fakt luajmë shumë me teoritë konspirative. Amerikanët e tjera, dini gjithë çfarë është kjo, sipas jush. Edhe ju hodhët një dyshim. Unë kam hedhur këtë dyshim, e biseduam dhe herën tjetër në studion tuaj, po e kam hedhur këtë dyshim për që një ndeshëm pa pasur asnjë fakt. Por duke u nisur nga një logjik që deri tani Spaku nuk ka guxuar kur më parë të prekit procedura ku është implikuar Edi Rama. Pra, e merr Veliajn për fustanet e Ajolës, e merr Ametajn për vilat e grave. Edhe për incineratorët, se ka disa procese edhe për incineratorët. Po jo për punët që kanë bërë në bashkëpunim me Ramën. Fakti që kemi një thyerje ose një risi me atë që ka bërë Spaku gjatë 5-6 viteve të fundit, ka dyshime, thoni ju? Të dyshosh se ka në lojë është futur përdhunshëm një forcë tjetër. A janë këta Europian, a janë këta Amerikan, ore a janë këta banda kriminale që kanë paguar se kanë inat Ballukun, unë nuk e di. Por ka një forcë tjetër që ka bërë të lëvizit trajektoria që Spaku ndjek prej 6 vjetësh. Pra Spaku deri më sot nuk ka bërë atë që pa lejen e Ramës. Pra, ju duke thënë që mbi këtë bazë ngrihen dyshime, domethënë duke... Vetëm dyshime, nuk është se kam parë në një dokument. Bushat, faleminderit shumë për ndryrjen, ne do vijojmë, kemi dhe 2-3 pika tjera, do presim të martën për vendimin për Ballukun, të martën është, dhe ne do të vijojmë dhe me 2-3 pika tjera, cilat janë përgjithsisht e bota e krimit dhe ti vazhdo tani, je i lirë. Faleminderit, natë në mirë. Unë do vazhdoj si sa thash, vendi ndryshon koherenca jo. Sigurisht, natë në mirë. Vendi ndryshon koherenca jo. Po atjo, më duket ajo mbrapa mua, ajo drasa ishte edhe vjetë. Edhe drasat mund të jenë të ndryshme. Për shembull, po ti intervistosh Lubonjën ka gjithmonë një drasë. Më qelloj dhe mua një. Ti më të qelluan 2 drasa. Natë në mirë. Hajde. Tani, zënë Lelek, për pas e ty avokati Zotit Ilir Meta, të martën e kemi këte, të ti, kjo për Balluku. Zotin Balluku, po, data 2 dhjetor. Tani kemi
Ndërkohë, ditën e sotme, përpara se ty avokati Cakrani, ditën e sotme Ilir Metës i është rrëzuar rekursin në gjykatën e lartë. Çfarë është kjo, zonja Lela? Çfarë ndodhi? Me pak fjalë dhe pastaj futim avokatin. Tani seanca ka qenë në dhomë këshillimi dhe gjykata e lartë nuk ka dhënë, domethënë arsye tim, sepse merret në dhomë këshillimi dhe më pas bardhet mendimin që i bëhet me dije edhe zotit Meta, por edhe avokatit të tij Cakrani. Kështu që zoti Meta pretendonte që, ose më saktë pretendon gjatë gjithë kohës që masa e sigurisë ka humbur fuqinë dhe nuk ka më asnjë arsye të qëndrojnë para burgim, për faktin se hetimi është përfunduar dhe dëshmitë e dëshmitarëve janë marrë nga ana e prokurorisë, ndërkohë që gjykatat pretendojnë nga ana tjetër ose arsyetojnë se zoti Meta, për shkak pushtetit që ka patur, mund të intimidojë dëshmitarët të cilët duhet ta japin rrëfimin e tyre përpara gjykatës që të konsiderohet provë, dhe ne kemi patur disa pyetje në fakt dhe me zotin Cakrani, dhe së dyti mund të dëmtoj provat të cilat i ndanë provat të gjalla, avokati mund të jap shpjegime më shumë. Pra ka qenë një seancë që është bërë në dhomën e këshillimit dhe do duhet të presim vendimin e gjykatës së arsyetuar për të kuptuar edhe shkaqet dhe arsyet ku gjykata e lartë është ndalur për të rrëzuar rekursin e zotit Meta. Njëherëzi paralelisht sot në gjykatën e posaçme kishte një seancë paraprake, nuk ndiqet nga gazetarët kjo seancë për faktin se gjykimi paraprak është me dyert të mbyllura dhe gjykata vendos më pas nëse e kalon për gjykim ose jo çështjen për secilin subjekt, përfshirë edhe për ish presidentin Ilir Meta, por ndryshe nga herët e tjera zoti Cakrani nuk u paraqiti vetëm, por ishte në shoqërinë e një tjetër kolegu, sepse zoti Meta ka zgjedhur të përfaqësohet tashmë nga dy avokat, pra në një farë mënyrë të blindoj edhe ekipin e mbrojtës. Nuk jam në gjendje ta them emrin që të mos gaboj, është në mos gabohem, por avokati Cakrani, sepse ne ndërkohë pjesa më e madhe jemi gjendur në gjykatën kushtetuese për faktin se po zhvilloheshin paralelisht të dyja proceset. Kështu që do duhet zoti Meta ndërkohë ka bërë edhe një kërkesë përmes avokatit të tij që të paraqitet në spak të dhënë shpjegime për ngjarjet e 21 janarit. Po. Kjo është pak a shumë situata, po gjykata sot nuk pati zhvillim, pra gjykata e posaçme, sepse duke qenë se hyri avokati i ri në proces, kërkoi kohë që të njihet me aktet e dosjes dhe gjykata është e detyruar sipas ligjit që t'i jap kopjet e akteve derisa ai t'i studiojë dhe më pas paraqitet për të bërë edhe mbrojtjen e tij. Në avokatit lutem, më ndihmoni. Avokat, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, ju përshëndet që dhe studio. Borxha energjike i palodhur të shoh gjithandej. Ku je tani për shembull? Po ne Bejlerët shujemi, nuk lodhemi. Që Bejlerë? Ne Bejlerët prandaj një të parët, që nuk lodhemi, që ndyshe pasaj që kuptimi ka. E qartë. Tani, avokat, mund në sjaroni edhe njërë, si Lala tha disa gjera, që fa ndodhi sot, po që fa ndodhi sot në gjykatën e lartë dhe si një argumentat për të rrëzuar kërkesën e ndryshimit të masës sigurisë, Aris me burg. Dhe mbeti përsëri në fuqi vendimi i apelit. Komenti juaj. Në fakt, zoti Rakipi, ne nuk është të prisim diçka nga gjykata e lartë, madje unë datën 21 apo 22 paraqita një kërkesë për përjashtimin nga kjo çështje e relatorit zotit Panda, pasi ai është pa pajtueshmëri me çështje sepse dikur zoti Meta atë ka shkarkuar nga ministër kur ka qenë kryeministër dhe ka patur konflikte të mbartura dhe kjo ishte arsyeja që unë duke marrë edhe fletore zyrtare të kohës i kërkova që ai zoti Panda mos ishte relatori i çështjes. Nuk u pranua kërkesa jonë, u rrëzua dhe sot ashtu siç dhe ju jeni në dieni, u gjykua kjo çështje, më saktë u kaloj kështu, sepse nuk besoj se në dhomë këshillimi këta i shikojnë dhe i lexojnë apo analizojnë rekursin dhe padyshim që nuk është ne prisim diçka ndryshe nga kjo. Ne po bëjmë procedurën sepse na duhet për të shkuar në gjykatën kushtetuese dhe më pas në gjykatën evropiane të drejtat njerëzit. Kështu që ne nuk zoti Meta është i qartë për çfarë po kërkon nga gjykata shqiptare. Ne po bëjmë procedurën, kjo është gjë që na intereson, ne sot e arritëm. Dhe kështu që vazhdojmë betejën tonë. Shiko, zoti Meta di shumë mirë që kjo është çështje politike dhe si e tillë është në betejë. Dhe ai është në betejë politike, padyshim unë jam në betejë juridike. Ne po bëjmë të gjitha përpjekjet tona, po i pasqyrojmë gjykatave që kjo çështje është çështje e montuar dhe nuk ka fare fakt penal. Gjithsesi, ne jemi në gjykatën kushtetuese për kërkesën e parë atë të lishmërisë së arrestimit edhe të masës së arrestit
Gjykata kushtetuese na ka kaluar në seancë plenare, na ka lënë datën 9 dhjetor si data e fundit për të paraqitur prova dhe shkresore edhe kështu me radhë, dhe besojmë se brenda muajit dhjetor ne do kemi një vendimarrje nga gjykata kushtetuese. Nëse nuk do ketë një vendimarrje ashtu siç ne presim në fakt, do i drejtojmë gjykatës evropiane të drejtat njerëzit. Ne nuk kemi të ndalur sepse padyshim nuk është se ne po kërkojmë diçka antikushtetuese ose antiligjore, ne po kërkojmë thjesht një zvendësim e masës së sigurimit që zoti Meta të vazhdojë procesin gjyqësor në gjendje të lirë. Pra, në një masë tjetër në ato që parashikohet në kodin e procedurës. Zoti Rakipi, është e papranueshme dhe pa precedent sot në Europë që të gjesh një rast të dytë si zoti Meta. Të akuzohesh për vepra penale që kanë ndodhur 20 apo 18 vite më parë dhe të rish të qëndrosh në masë sigurim një arrest me burg. Pra, nëse ka një rast të dytë, juve si gazetar mund të ma sillni në vëmendje. Kjo që po ndodh ai presidenti zotit Meta është një persekutim politik dhe kjo s'ka më asnjë dyshim tashmë nga të gjitha analizat që ne kemi bërë, qoftë në pikpamja e dosjes penal, por edhe në sjellja që kanë treguar gjyqtarët dhe prokurorët special. Keni provokatën? Denis? Jo, s'kam një gjë se kjo është i procesi vazhdon edhe me pretendimet e palëve, kështu që... Pra, ju prisni nga gjykata kushtetuese që Ilir Meta vetohet të vazhdojë në gjendje të lirë. Zoti Rakivi, shiko, ne presim nga gjykata kushtetuese që gjykata të analizoj drejt të 3 vendimet të gjykatave më të ulta. Sepse padyshim ju e patë që lishmërinë e arrestimit. Arrestimi i zotit Meta ishte një arrestim krejt kriminal, krejt i palishëm dhe nga 3 gjykatat është vlerësuar si i lishëm. Unë nuk e di me çfarë standardi e marrin lishmërinë ose palishmërinë gjykata shqiptare, qoftë edhe gjykata e lartë. Duhet të kuptojmë diçka, zonja Lala është aty dhe nëse unë do gaboj të më korrigjoj. Më thoni çfarë pune bën gjykata e lartë sot, gjykata shqiptare sot, ku gjykata e lartë e Republikës së Shqipërisë sot nuk kalon asnjë çështje në gjykim përveç se i paragjykon që në momentin e parë. Pra, gjykata e lartë e Republikës së Shqipërisë sot i gjykon të gjitha çështjet në dhomë këshillimi, pa praninë e palëve dhe pa dëgjuar dhe pa parë palë. Më thoni një rast të vetëm që ka kaluar zonja Lala. Nëse ju jeni gazetare kronikës dhe ndeshni në rast të Ja, këtë pyetje kishte. Dhe pikërisht kjo ishte pyetja, po jo për gjykatën e lartë, për gjykatën kushtetuese. Nga praktika e gjykatës kushtetuese, të gjitha çështjet që kanë patur material ose të dhëna që ka shkelje apo ka diçka që nuk shkon, gjykata kushtetuese i ka kaluar direkt në seancë plenare publike. Rastin e zotit Meta, ne kemi biseduar, edhe ju kemi intervistuar përpara gjykatës së posaçme sa herë hyni dhe dilni aty, nuk e ka kaluar direkt në seancë plenare, por e ka kaluar në seancë në dhomë këshillimi, pra më fal, mbi bazë dokumentash. Duke qenë një kalim i tillë, a keni ju pritshmëri sepse në një farë mënyrë është pak a shumë edhe gjykata kushtetuese, po vepron si gjykata e lartë që vepron dhomë këshillimi, edhe gjykata kushtetuese po vepron pa ju dëgjuar ju. Pa ju dëgjuar, sepse për ta sqaruar, të lutem, për ta sqaruar për opinionin publik, seanca mbi bazë dokumentash do të thotë që as ju si palë, pra ju si avokat dhe zoti Meta, dhe as pak nga ana tjetër, 2 prokurorët e çështjes nuk do të dëgjoheni dhe nuk do të merrni pyetje nga gjykata kushtetuese, nga antarët, por do të shikojnë dokumentat e të dyja palëve dhe do të vlerësojnë. Pra fakti që është seancë vetëm mbi bazë dokumentash, ju jep ju pritshmëri ose ju ndes pritshmëri për një ndryshim të masës sigurisë për zotin Meta? Zonja Lala, shiko, në dhënien 28 të ligjit të përgatitur e funksionimin e gjykatës kushtetuese, është e parashikuar që ne mund të bëjmë një kërkesë për të qenë prezent, unë edhe presidenti zoti Meta. Dhe kështu që kjo mundësi ne na jepet përpara gjykatës që të shprehim ose të flasim dhe të parashtrojmë pretendimet tona. Ndryshe nga gjykata e lartë. Unë këtë po them, ne nuk ta pengon kush në momentet që jemi që të bëjmë kërkesën për të marrë pjesë në... Po e ka vendosur tashmë gjykata. Gjykata e ka vendosur tashmë, do tjetë, po është e vendosur dhe ju e dini. Gjykata ka vendosur seancë mbi bazë dokumentash. E vetmja mundësi që të dëgjohen palët
dhe në rastin konkret, gjykata ka menduar që mjaftohet vetëm me dokumenta që ju keni dërguar, nuk e ka çmuar të arsyeshme që do të dëgjoj pretendimet tuaja dhe zotit Meta, por edhe Spakut nga ana tjetër. Pra edhe gjykata kushtetuese në rastin tuaj, pra në rastin e zotit Meta, është duke vepruar në të njëjtin standard si gjykata e lartë, që ka shqyrtuar çështjen vetëm në dhomë këshillimi. Pra ju keni pretendime për gjykatën e lartë, por në fakt edhe gjykata kushtetuese në të njëjtën mënyrë po ju trajton. Po, nuk besoj se janë gjykata janë të njëjta si nuk mund të bëjmë një krahasim me të dy gjykatat. Absolutisht jo. Sepse gjykata, shiko, këta e kanë bërë një standard këtë që gjykata e lartë tashmë është kthyer në një bunkier. Në një bunkier të cilin askush nga qytetarët qofsh për çështje penale, qofsh për çështje civile, nuk ka më akses në atë gjykatë. Unë them që ky është një model, padyshim një model shumë i gabuar që ka marrë vetë vendimin edhe po thjesht aty parlamenti, komisionet e kështu me radhë që kanë gjetur këtë model për shqyrtimin e gjykatën e lartë. Po gjithsesi të kemi gjykata kushtetuese, ne mendojmë se gjykata kushtetuese duke kaluar në çast plenare dhe me njoftimin që ne ajo na ka bërë, duke na kërkuar që të paraqesim prova të reja nëse kemi për këtë gjykatë dhe në datën 19 dhjetor dhe më pas ajo do ta shqyrtojë në seancë plenare, ne të paktën nga gjykata e lartë, nga gjykata kushtetuese ne po pretendojmë që lishmëria që ajo të merret të paktën lishmërinë e arrestimit ta gjej antikushtetues. Të paktën lishmëria e arrestimit të jetë antikushtetues. Se nëse gjykata kushtetuese do ta cilësoj arrestimin ose më saktë rrëmbimin e zotit Meta pa një akt ekzekutimi dhe pa vendosur letrën e të drejtave, atëherë do të thotë që këtu ka marrë fund edhe gjykata kushtetuese një herë për gjithmonë. Prandaj unë si avokat kam të gjithë të drejtën time të besoj sepse unë besoj atë që bëj dhe bëj atë që besoj, se ndryshe nuk do punoj avokat. Kështu që unë besoj që gjykata kushtetuese të ngrihet në lartësinë e saj që e kërkon kushtetuta dhe konventa po deshet. Okej, të presim të shohim dhe problematikat e rëndësishme që kanë kaluar avokat të kjo gjykatë. Rasti Balluku, rasti Veliaj dhe rasti Meta. Tani, kam një pyetje tjetër që besoj që është shumë në interes publikut gjerë. Përgjigjemi, ju ndoshta e thati pari, por Ilir Meta ka kërkuar të dëshmojë fort, patjetër, për 21 janarin. Pastaj erdhën aludimet të tjera që thoshin që do thot deri ata vrasit, do thot çfarë është kjo sipas jush? Më qartë për t'ja thënë. Zoti Rakipi, presidenti zoti Meta unë kam shkuar para 3-4 ditësh në fillim të javës, më saktë, dhe kam takuar zotin Meta. Kam biseduar me të dhe më kërkoj që në pamundësi që ai i bëj një kërkesë vetë organit të procedurës pra prokurorit të çështjes 21 janar, më kërkoj që unë si përfaqësues i tij ti kërkoj prokurorit që klienti im ose zoti Meta do të dëshmoj për sa i përket çështjes 21 janarit. Ju e dini që zoti Meta nuk ka qenë një politikan i zakonshëm, por ka qenë një individ i cili ka ushtruar të gjitha funksionet në këtë republikë, pra funksionet e larta kushtetuese, dhe padyshim ai 21 janar. Ju foli çfarë di zoti Meta për 21 janarin, sepse 21 janarin në fakt protesta u zhvillua pikërisht. Të lutem, më lër ta mbaroj pyetjen se jemi në distancë. Atëherë protesta e 21 janarit 2011 u zhvillua nga opozita e kohës që drejtohej nga zoti Rama pas publikimit të një video përgjimi që Meta prifti, apo jo? Se këtë e di gjithë opinioni publik. Tani, cila është prova që zoti Meta ka në dorë për të ndihmuar këtë proces? Këtë mund të na thoni, sepse që ka kërkesë nga zoti Meta është bërë tashmë publike. Pra mund të na thuar si mbrojtës i tij ligjor, çfarë prove ka në dorë Ilir Meta që ndihmon procesin? Klodi, ju e dini shumë mirë dhe publiku ata që kuptojnë di shumë mirë që avokati kur dëshmon nuk ka nevojë, nuk është i pranishëm. Dhe zoti Meta, zoti Meta ka provat e veta për të cilët unë nuk mund të bëj publike sonde. Nuk po pretendoj publike, po na japësh natyrën e përgjithshme të provës ose të faktit që zoti Meta ka në dorë.
Unë e kuptoj interesin tuaj dhe pa dyshim e kuptoj dhe Lajmin, problemi që ndronë që unë nuk mund të flas për gjërat të cilat do t'i thot vetë presidenti Meta nëse do thirret dhe nga prokurori, nëse prokurori thash kërkon ta zbardh këtë telenovel 14 vjeçare dhe kjo çështje kthehet sa herë. Nuk është telenovel, është krim shtetëror 21 janari. 21 janari nuk është telenovel, avokat. Një person i cili ka avokat, dhe duhet të dëgjosh ndonjëherë, nuk është telenovel 21 janari, është krim shtetëror. Ju kërkoni, o zonja Lala, ju kërkoni, ju e kuptoni që për atë që nuk është thirrur, nuk ja thirr personat kryesor, ju e dini shumë mirë që ka pasur dhe korrespondenca, ka patur dhe shkretsa zyrtare, e kështu me radhë, dhe ju e dini shumë mirë që personat kyç, përfshirë dhe zotin Meta, nuk janë thirrë, madje nuk janë përmendur dhe nuk ka shkuar mendja fare prokurorëve për t'i thirrur. Tani, një individ që kërkon të thirrë të pyetet dhe kërkon të zbardhi detaje, persona, emra, hetimi kështu bëhet, duke dëgjuar njërin, duke dëgjuar tjetrin, duke dëshmuar njërin dhe tjetrin dhe shkon atje ku duhet shkuar tek për ta zbardhur ngjarjen. Tani, ju kërkoni nga unë nuk e kam atë informacionin e ka zoti Meta. Unë thjesht kam bërë korrieri ndërmjet ndërmjet prokurorit dhe zotit Meta. Tani, nëse më pyesi për këtë gjë, nuk ka jap dot këtë. Nuk ka informacion. Okej, atëherë avokat, jo, është gjë shumë e mirë që se ka provë patjetër të duhet t'i thotë. Aty s'ka në një gjithë madhe për të thënë, kupton se aty janë të qarta gjërat shumë. Avokati nuk ka informacion, a i nuk e di se çfarë. Por, jemi të qartë. Avokatit ka që ka thënë dhe avokatit do bëj kërkesë nëse. Faleminderit shumë, kënaqësi, që ishim bashkë dhe. Faleminderit zoti Rakipi dhe ju uroj 29 nëntor festën e pavarësisë. Gëzuar. Se aty të gjithë në juve në studio. Faleminderit ju pafshim. Gëzuar. Avokat, faleminderit, natë mirë bashkë. Tani ne do të kalojmë në 2-3 momente ngjarjeve të cilat nuk kursejnë dhe janë të vazhdueshme në vendin që jetojmë. Ka ndodhur një operacion i fuqishëm thonë antidrogu që dhe s'ka si mos ndodhë se droga tani këtë punë ka. Edhe njerëzit e drogës e gjithë do bëhen operacione, po do bëhen edhe gjithçka ndodh, vrasje, kërkime, bllokime, zhbllokime. Kishte kohë pa u bërë operacion antidrogë. Kishte kohë që zbojë. Kishte disa kohë, Klodi, që nuk është bërë operacion antidrogë, thotë Tela. Është i spakut dhe italianëve në këtë rast. Janë finalizuar hetimet për një grup të trafiku ndërkombëtar të narkotike. Mes të arrestuar është një oficer, po dhe oficeri me këtë punë, oficeri një operacionales. Jo, duhet ta sqarojmë. Çfarë është operacioni spakut dhe aktiviteti këtij grupi? Tani, shkurtimisht për dytën herë, autoritetet shqiptare dhe autoritetet italiane kanë goditur grupin që drejtohet nga Elvis Doçi ose Visi Pojos, që është goditur dhe më herët nga prokuroria posaçme, që është pjesë e klanit Troplini. Pra ky është edhe mediat italiane, vetëm pak përpara se të hynim në emision, publikuan edhe 24 emrat e personave, ku 21 prej cilëve është caktuar masa arrestit në burg, ndërkohë për 3 të tjerë është caktuar masa arrestit në shtëpi. 24 veta thua. Po, në total, ku kryesori grupit, paktën në personazhin që njohim ne dhe që normalisht intereson prokurorisë posaçme, është pikërisht Elvis Doçi. Nga ana tjetër, për herë të parë shfaqet në dosjen italiane edhe vllai i tij, sepse në dosjen e mëparshme, pra në goditjen e mëparshme që u dha nga SPAK, vllai i tij nuk ishte në listën e personave të dyshuar, por italianët kanë arritur ta identifikojnë dhe të caktojnë ndaj tij masën e arrestit në burg. Droga që do të trafikohej kapte vlerën e 12 milion eurove dhe ndërkohë në Shqipëri, ditën e sotme, në disa qytete, si Cërik, Elbasan, Tiranë dhe Kavaj, janë kontrolluar 21 banesa që u përkisin shqiptarëve të cilët ishin përfshirë në këtë grup të trafikut të kokainës nga Amerika Latine në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian dhe konkretisht bazën e kishin në breshja të Italisë. E reja dhe gjëja që duhet thënë dhe që realisht është një hetim i mirë, mendoj unë, për të zbuluar elementët e korruptuar brenda policisë së shtetit, është identifikimi dhe më saktë caktimi një mase sigurie nga ana e gjykatës së posaçme me këtë i ish oficerit të forcës së posaçme operacionale Igli Haxhia, i cili aktualisht është oficer tek antiterrori. Ishte, se tani akoma vazhdon. Ish oficere kam të saktë, i operacionales, i larguar para një vit. Po që më është tjetër, pra a mund të jetë. I emëruar të antiterrori, por që punon në akademi.
Atëherë, nuk punon në akademi. Në akademinë e policisë, ku është arrestuar ditën e sotme, ka qenë duke kryer, ka qenë duke kryer, nëse më lejon, zoti Rakipi, një kurs 3 mujor, sepse ishte larguar nga operacionale 3 vite më parë dhe kishte kaluar tek antiterrori. Por SPAK nga hetimet që ka kryer, rezulton se në kohën që ka nisur hetimet për grupin konkret, oficeri në fjalë, i cili është arrestuar ditën e sotme, ishte caktuar për të bërë vëzhgimin e grupit në fjalë, pra grupit që është goditur. Dhe si pas SPAK, ka dyshime të arsyeshme që grupin të cilin duhet të mbante nën vëzhgim, kundrejt rrëshfetit i ka shitur të dhëna sekrete. Dhe për këtë arsye dyshohet për veprën penale të korrupsionit, veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe nxjerrje të dhënave dhe akteve sekrete. Kështu që kjo tregon edhe një herë që përgjithsisht forcat elit, siç është operacionali apo forcat Renea, me sa duket kanë shumë më tepër oficer të inkriminuar dhe të lidhur me krimin, edhe për shkak të rëndësisë strukturës, se sa punonësit e thjeshtë të policisë. Dhe në fakt, kjo është detyrë e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, i cili do duhet realisht të ketë një hetim dhe të mbahet një përgjegjësi për mënyrën se si ky zyrtar policie ka kaluar nga një strukturë e posaçme, po në një tjetër strukturë të posaçme, që antiterrori mendohet të jetë struktura më e rëndësishme sepse ndjek elementet dhe vëzhgon elementet radikal dhe elementet të cilët ekzistojnë. Antiterrori të ati kaloi direkt te terrori. Po, praktikisht, megjithëse prezumohet i pafajshëm derisa gjykata ta vendos të kundërtën, por problemi është që ky hetim, sepse pjesa oficerit të policisë është zbuluar nga vetë SPAK. Ka të vendos shpejtë se në gjukatë kushtetuese ky s'vete dot. Po, nëse janë dokumentat dhe ndoshta mund ta tentoj. Ta vazhdoj unë? Po, vazhdo. Pra ideja është që në kohën kur ka ndodhur ky trafiku, ky ka qenë një operacionales që lidhet me faktin. Tani, nësa lexojmë ne nga këtë komunikatën e SPAK-ut, bëhet fjalë për një operacion që ata e konsiderojnë të madh, sepse është prokuroria antimafia. Mat për nga numri i arrestimeve apo për nga fuqia e grupit kriminal që është goditur. Qartë. Dhe është në lojë pra Italia dhe Zvicra me këtë grup, është ajo linja e vjetër, linja e trafikut të narkotikëve që vjen nga Amerika Veriore, që vjen në Shqipëri, dhe me anë të kamionëve të mëdhenj futet në Europë, shitet andej dhe futet këtu përmes autobusëve të linjave paraja cash. Kjo është ajo linja që ata kanë shfrytzuar. Por, kemi parasysh që janë 2 procedime penale që janë plotësuar, thotë, që në krye. Një i vitit 2019 dhe një i vitit 2024. Pra, kanë zmadhuar grupin. Ose në total 26. Ideja është që nuk është një gjë që ka ndodhur është kapur drogë sot që ndodhë normalisht kokain, dhe pastaj kanë filluar arrestet. Këto kanë mbi 4 vite që hetojnë këtë organizat kriminale. Kanë zbuluar rastet ndryshme dhe në fund, thonë, në total gjatë këtyre 4 viteve, ta kanë trafikuar 1300 kg kokain. Dhe linja niste nga Amerika Latine dhe me anë të anijeve, kontenjerëve si që ndodhë, vinte në përportet kryesore të Europës. Pra linja që kishte ky grup shqiptarësh dhe pastaj shpërndarja bëhesh me kamion. Dhe prokuria italiane që kanë ndjekur më në detaje thotë që kur shpërndaj droga, një pjesë e shoferëve dhe nuk e dinin që e kishin ngarkesën brenda. Ndërsa pjesa e parave që vinin cash nga Italia për në Shqipëri, që bëjmë me këto mushkat e parave që jeton, këtu ishë në dieni të gjithë shumave që vinin shoferët autobusëve, sillnin në Shqipëri. Pastaj, pjesa tjetër është ndihmë që i ka ardhur nga Eurojusti, nga prokuria italiane, nga Guardia di Finanza për SPAK-un. SPAK-u ka bërë pjesën shqiptare të operacionit, ka identifikuar 6 persona në Shqipëri dhe për 3 prej tyre ka firmosur mas arresti. Por operacion i bërë nga italianët dhe ata din t'i bëjnë mirë këto operacione. Pra e ndjekin, fabula ka nisur me disa shpërndarës droge që i kanë drejtuar të shefat e drogës dhe pasaj kanë zhvuluar gjithë skemën se si zhvilloi ky lloj trafiku. Se po t'ishte vetëm për Shqipëri, këtu rastet janë kur kapi në një sasi të vogël droge dhe prap vetëm te shoferi apo te personi që ka kokainën, nuk shkojnë më te shefat lartë që drejtojnë gjithë trafikun. Në këtë rast kanë shkuar te shefat e trafikut. Po, kemi dhe këtë faktin që duhet thënë patjetër që gjithë
këto rastet e fundit të mëdhaja të goditura nga Spaku, kemi me pa tjetër një oficer policie të arrestuar. A është gjithmonë një... Gjithmonë një oficer... Një oficer del aty, dena, kuptohet? Arrestuar. Po s'mund të veprohet ndryshe, qofse s'ke njëri brenda, thoj... Jo vetëm policia, po unë do shtoj edhe doganat. Doganat është namin në doganat, se ne merremi gjithmonë me policisë, ajo na ekspozohet. Po jo, në këtë rast, këtë kemi në vëzhgime, kupton? E ka ndodhur. Ndërkohë, ka dhe... Doganat s'kanë arrestuar akoma. Ne kemi dhe një anë... Mund të fillojnë arrestimet aty. Nga që merremi gjithmonë me aksionin, ne nuk flasim kush duhet ta kontrollojë këtë histori. Që është për shembull Agjencia e Inteligjencës Financiare, pastrimi i parave. Këto funksionojnë, këto institucione, apo s'funksionojnë? Shërbim informativ. Shërbim informativ. Pra, ne gjithmonë merremi me këtë si shkoj kamioni, kush u kap shoferi, po këto që duhet bëjnë këtë punën, me fjalë. Parat vinin në Shqipëri. Pra, parat vinin këtu. Këtu pastaj çfarë bëhet me parat? Këtë kuptim nuk është vetëm një polic. To që ecin lart, ylli, që ta mos e shpërndajmë, nuk është vetëm një polic. Është strukturë. Po një është në një grup. Shpërndarja e mushkës, si tha Andi, bëhet kudo. Një bie në një grup, një dy janë në një grup. Inteligjenca financiare rinë ata, gjithë presin normën e fund muajt, ose si e kanë vjeçare, se varet si është pagesa, kupton? Se s'ka mundësi ndryshe. Do më thënë, gjithë këto porte, gjithë këto lëvizje, gjithë këto miliarda, dhe nuk ka asnjë kontroll, asnjë precedent që ne ta kemi si referencë, unë nuk e di. Se mirë në këtë rast thonë kokaina vinte nga Amerika Latine nëpër portet e Evropës, por ndërkohë thonë heroina vinte nga Shqipëria për të shkuar në Itali. Tani, kjo është histori e gjatë që mund ta bëjmë disa tema, se kemi edhe bankat këtu që implikohen. Bankat janë në më keqe. Edhe pastrim parave në ndërtim, në resorte. Jo, prandaj po them, se ne gjithmonë vendosemi këtë ballina, ne ngelemi te aksioni. Dhe ndërkohë, brapa underground është fakti që gjithmonë ka forcë. Sa me emër të ketë banka këtu aq me ndyrësh. Po, prandaj po do ta bëjmë. Duhet marr kjo, duhet marr përsipër kjo punë. Do t'i kemi patjetër këtë bankave. Klodë tani kemi një, oj mos i ram, e rritëm kot shumë në këtë të horoshit, qishte kjo? Nuk është pak, ajo... Mos e rritëm, ka që ka krizë në media, mos e rritëm shumë? Nuk është pak, nuk sigurisht, nuk bëhet fjalë që në Shqipëri po stërviten skuadra. Ishte një personazh, i ndjekur nga antiterrori, që ishte arrestuar dhe në 2009. Renea në horosh, e vendosni. 3 vjet burg, dhe post kishte rekrutuar një Julian Cumraku, një tjetër, e kështë lënë dhe atë e kështë të riste atë mjekrën e tjera, bëni stërvitje si pas të dhëna dhe policisë në pyll, kishin armë, kishin gjithë gjërat. Problemi që shifet aty është që ky kryesori, Hamzaj Luani, Erzen Uka, ka bërë disa postime në Facebook që e ka aktiv, në datë 3 shtator dhe në datë 8 shtator, tani. Të kësi shtatori? Po, dhe të ki pari, mburë dhe përmend si njeriu që mori flamurin për të çliruar Osama Bin Ladenin, dhe thotë që qëllimi i gjithë, pra me atë luftë që filloi Osama, është që të çlirojnë Palestinën, qëllimi i jonë i gjithë. Në 8 shtator, merr al-Baghdadin, krijuesin e shtetit islamik, dhe i bën dhe atij një status, një poezi, duke e shpëlar. Tani vono, paska dhe kreativitet. Problemi është që nga dhe kryus, shumë i çuditshëm se këtë në 2019 një nga akuzat që i bën është që stërviste fëmijët e vet. Dhe ne kemi dhe atë video, nuk e di nëse i pash në to, por ideja është që do të që dhe nuk përdorën ka bërë burg për atë dhe nuk i ka hequr. Nuk i ka shkarku, i ka akoma aty. Është shumë e habitshme kjo video ti mban. Ky tani ka qenë komando në Afganistan. Dhe domethënë ka shkuar atje për të luftuar terrorizmin dhe është kthyer këtu, është kthyer terrorizmin në mendje. Mësoj nga terrorizmi dhe kjo është më e rëndë. Dhe ky ka në procesin penal që është dënuar, ky prokurori i tij ka qenë avokati jonë, Eugen Beci. Po pra e ka kërcënuar. Dhe ky ka kërcënuar në sallë gjyqit. Atë bashkë me gjyqtarin. Atë edhe gjykatën. E më shkojmë edhe ky. Ti çfarë bën shqetësues se zoti Rakipi gjithë këtë histori? Niku i emisionit që hyn ndonjëherë dhe më shkrojti që ai ishi mirë tha për këtë gjithë, por nëse nuk kanë mjafton provat që ju gjetën thonë ju është jo, aty ka vetëm një minister plagos, ka plagos. Ka plagos veten apo ka plagos policia? Është e paqartë sepse po pritet akti i ekspertimit. Sot gjykata e Shkodrës caktoi masën e sigurisë arrest në burg edhe për Erzen ose Hamza Ukën dhe për Julian Cumrakun, por vetëm për akuzën e armbajtjes pa leje, ndërkohë që për akuzat e tjera të nxitjes së urrëties fetare apo nxitjes së urrëties ndërritmike
vepra penale me qëllime terroriste, ende nuk është ngritur akuzë nga prokuroria, por janë duke u huetuar. Çfarë e bën shqetësuese këtë çështje është pikërisht fakti që në banesën që ata kishin zgjedhur për të strehuar ose u ngujuan dhe normalisht bën rezistencë për 12 orë forcave Renea, u gjet një flamur i organizatës terroriste ISIS. Dhe shqetësimi im si gazetare, por edhe si qytetare, është që elementë të tillë të radikalizuar është tmerrsisht e vështirë të kontrollohen nga autoritetet shqiptare, sepse ne nuk kemi struktura aq të specializuara për të mbajtur në vëzhgim 10 qytetarë shqiptarë të cilët kanë udhëtuar në drejtim të Sirisë dhe janë kthyer pa u zbuluar që shkonin atje për xhihad luftarak, dhe ka të tjerë të cilët kanë ndruar jetë atje, dhe ka të tjerë të cilët ose më saktë kemi fëmijë dhe gra që kanë ardhur, janë rikthyer nga kampi Famkeq Al-Hol, dhe nuk ka, pavarësisht përpjekjeve, është e pamundur nga autoritetet shqiptare për të bërë deradikalizimin e tyre. Unë kam hasur këtë zotërinë, ne biseduam, është njohur me disa emra, biseduam dhe në emisionin e kaluar, kur u arrestua për herë të parë nga prokuroria për krime të rënda, sepse stërviste fëmijët e tij të kryenin luftime, tamam si ato të luftëtarëve të ISIS. Dhe në atë kohë Erzenuka nuk i binte gjykatës, pra nuk e njihte autoritetin e gjykatës dhe refuzonte të ngrihej në këmbë siç e parashikon solemniteti dhe ligji, refuzonte të përgjigjej gjyqtarit, refuzonte të ta shikonte drejt në sy, ai thoshte unë kam të drejtën t'i edukoj si të dua fëmijët e mi, gjë që në fakt nuk mund t'i detyronte fëmijët e mitur të merrnin armë në dorë apo të përgatiteshin për luftime. Çfarë duhet të na sqarojë prokuroria dhe policia është pikërisht kjo. Përse u gjendën në fshatin Orosh në Fusharrës, sepse kanë shkuar atje për shkak se ka një celul, kanë shkuar atje sepse kanë rekrutuar të rinje të reja, po pra cili ishte aktiviteti i tyre në këtë zonë. Dhe për të parë të gjitha lëvizjet, sepse unë ju thash, ishim bashkë me Ferdinandin të hënën, që po të shikojë rrjetin e tij social, që është edhe sot i hapur, ka shpërndar materiale problematike, të cilat janë lehtësisht të aksesueshme edhe nga fëmijët, dhe këtu shteti duhet të ndërhyjë për t'i bllokuar. Pra institucionet duhet të ndërhyjnë për t'i bllokuar këto faqe. Pra mjafton të shikosh, të hedhësh një sy në rrjetin e tij social në Facebook për të kuptuar që realisht është një element i radikalizuar dhe do duhet të hetohet në të gjithë veprimtarinë e tij. Kush janë kontaktet, me kë komunikon, në çfarë platforme komunikon, se ata nuk komunikojnë vetëm Facebook, kanë platforma të dedikuara për të komunikuar me njëri tjetrin në element të tillë. Cilën xhami frekuenton, a predikon në atë xhami, nëse e mbani mend, në xhamin e Unazës së Re, u zbuluar në atë kohë grupi i imamëve, të cilët rekrutonin qytetarë shqiptar, përfshirë dhe fëmijë, dhe vajza të mitura dhe djemë të mitur, dhe i dërgonin për xhihad luftarak në Siri. Dhe nëse e mbani mend, mes tyre u morën dhe vlla e motor, vdiq babai i tyre, dhe është kthyer vetëm djali, vajza vijon të mbetet atje, që tashmë është në moshë madhore, por ka qenë shumë e mitur kur ka shkuar në Siri, në momentin që u zbulua gjithë skandali dhe që kishte ndodhur në hundën e autoriteteve dhe antiterrori nuk ishte askund. Pra këto janë, mendoj, rrugët ose hetimet që do duhet kryer prokuroria në rastin konkret. Sa i përket plagosjes, shtëpia ku ata ishin ngujuar ishte një mjerim i tmerrshëm, flitej për një tunel që është duke u parë nëse ka qenë një tunel për t'u larguar nga pas, pra ishte një shtëpi pa drita, në gjendje të mjerueshme, dhe mendoj që janë strehuar aty për faktin se nuk kanë patur për shkak se është zona shumë e thellë. Madje unë ju thash që ishte pamundur të komunikoje edhe në celular, sepse nuk ishte dhe valë. Mendoj që kur janë ndjekur nga policia kanë hyrë në atë banesë për të ngujuar dhe për të kundërshtuar. Në lidhje me plagosin e tij lehtë në këmbë, mbetet për të pritur akti i ekspertimit për të parë nëse janë armët që kanë përdorur Erzenuka dhe Julian Cumraku, apo janë armët e forcave Renea. Por Renea ka pretenduar, të paktën policia në njoftim zyrtar, që në momentin kur do të vetë dorëzohej, kanë qelluar ata nga brenda dhe mund të jenë plagosur për shkak të kësaj. Megjithatë, këto do ta përcaktoj akti i ekspertimit. Edhe sot në gjykat ka bërë thirrje për sulme terroriste, ta mbaroj me 2 fjali. Dhe e bukura edhe e keqja është që këto ligji parashikon 4 deri në 10 vjet për nxitje të terrorizmit. Dhe në 2019 nuk kap, u lirua, pra jemi në këto, pra i mund të dhe avokati thot s'ka bërë gjë, atë armët i kishte ky tjetri. Qartë. Pra, policia thot që nuk kemi qelluar asnjë të shtënd vetme, nuk kemi
filluar, pra e tjera e tjera. Pra, ajo që është probleme është pse kemi të përsëritur këtë punë, pretendohet që atje ka shkuar për të stërvitur, se ka pyje e tjera, për të bërë fix ato gjëra ku lartë syve të njerëzve, dhe të stërvizë dhe këtë tjetrin, dhe kjo më bën përshtypje nxitja e terrorizmit 4 deri në 10 vjet që është më mas shumë e ullët, ndërkohë që këta janë recidivistë. Çka kishe Denisi? Po kam diçka, sepse edhe në këtë rast nga Klodi mora shkas, që komunitetet fetare, po në veçanësi bashkia muslimanëve, duhet të marrë qëndrime të her pas hershme e para për të distancuar nga këta personazhe dhe e dyta për të bërë thirrje të shpeshta dhe një lloj edukimi për të patur një shëndet në komunitetin fetar, sepse vere që ka një radikalizim shoqëror, se ne shohim vetëm Tiranën, po në qytetat vogla ose në fshatrat thella, ku ka më pak informacion dhe më pak, si më thënë, dritë, radikalizmi hyn me njëherë. Po ti jesh me madh. Vere që ne jemi fokusuar vetëm te kjo paqja që na sjell xhamia, kisha ortodokse dhe kisha katolike shumë pranë njëra tjetrës, edhe pse ezani vërtet gjithë ditën e gjithë natën, po nuk është i mjaftueshëm vetëm ezani që zgjon njerëzit mëngjes drejt darkë, po është çështja që feja duhet shkojë tek njerëzit për t'i paqtuar dhe për t'i ulur nga radikalizmi. Pra ky është një mesazh që mendoj unë duhet thënë, jo nga unë, ose jo nga ne, po edhe nga ne, po kryesisht nga ata që mbulojnë çështjet e fesë dhe çështjet e islamit në Shqipëri. Pra Bashkia Islame duhet merret më shumë me këto mesazhe që të tërheqi të rinj, sepse vere që ka një tendencë të moshave të reja që të përqafojnë islamin dhe shumë mirë bëjnë, qofse gjejnë aty paqen shpirtërore, gjithë tjerat iniciativën e Kurajon për të vazhduar përpara për të qenë njerëz suksesshëm. Kjo s'do të thotë gjë që të shkojnë shumë në ekstreme, në radikalizim, sepse jemi përballë një digitalizimi ku, siç tha edhe pak më përpara, gjithçka mund të shikohet në kohë reale, thirrje për antarësime e tjera që s'duhet t'i bëj tani. Thirrja është shumë e drejtë, po problemi është që komuniteti musliman shqiptar, një numër të madh të xhamive nuk i kanë në kontrollin e vet. Prandaj këtu hyn roli i shtetit. Nuk ka, pra janë zoti Rakipi, xhamia në Unazën e Re nuk ka qenë në kontrollin e komunitetit musliman shqiptar dhe rekrutoheshin fëmijë aty. Dhe vazhdon të ndodhe njëjta gjë, ke xhami në Pogradec, ke xhami në zonën e Dibrës, ke xhami në zonën e Kavajës, tek të cilat kam shkuar unë personalisht për ta parë situatën nga afër. Sidomos pas atyre që ndodhen pra pas rekrutimit të qytetarëve shqiptar që u dërguan për gjihad luftarak në Siri. Dhe sot që flasim, komuniteti musliman e pranon haptazi që nuk ka kontroll mbi këto xhami dhe thirrja shumë e drejtë, po spari duhet ketë kontroll mbi xhamit, mbi bazën e gjitha rregullave se si duhet gjetë mënyra që të futen. Duhet gjetur patjetër. Sepse ne nuk e dimë se çfarë predikohet brenda atyre xhamive. Ti ikim këtij momenti këtu sepse jo, ka të zëra të ndryshme, Orsi Ezexhimi shkruante që manipulura i ka qenë djalë shumë i mirë dhe lidhte avokatin që ne kemi shpesh në studio, që ai e ka dënuar të gjithë. Bilet e Kujtim Gjuzim shkruan që 2 terroristët në thonjë se ato janë të fandaksur për dërus droge, arsenali armëve shtisur është lojë politike dhe janë futur armën dhe gjitha gjërat aty për të krijuar një. Lutem me këto teoritë konspirative. Po jo, më ka mendime të ndryshme. Në vazhdon asaj çfarë thot Denisi, më lejo vetëm ta lexoj këtë mesazh. Lezoje. Thot të lutem, duke qenë se jam psikologe dhe udhtoj në përrethë për shkak të çështjeve që marr. Në përrethë të vogla, xhamit janë kthyer si shkolla, sepse ata shkojnë pas shkollës aty dhe kalojnë pas dite, duke qenë se prindrit i kanë në punra, kryesisht dhe marrin mësime islame, që nuk ka asnjë gjë të keqe. Problemi është që duhet kontrollohet çfarë ndodh aty brenda. Çfarë ndodh? Po jo, kjo është problem shumë i madh. Jo, do ta marrim. Ne do ta marrim të teme shumë interesante duket. Kam dhe një moment tjetër. Lala, atentatet janë bërzakonshme tani në Lushnjë, po unë dëgjoj vazhdimisht tani Juli Pashakos, se këta të forcës tonë gjithmonë emrat e nënave përdoren. Vendosen këtyre mbrapa. Juli Pashakos është Julian Sulo, ka është atentatin Lushnjë tani. Ç'ishte kjo shinjestra, çfarë ishte? Me pak, ta themi dhe këtë pak. Juli Pashakos. Atëherë, Julian Sulo, ose i njohur me novkën Juli Pashakos, nuk është një personazh i botës krimit që duhet injoruar, përkundrazi unë mendoj që për momentin në Lushnjë është një ndër personazhet më të rrezikshëm të botës krimit atje. Është konsideruar si njeriu më i besuar i Laer Taxhiut, i cili krijoi një bandë kundërshtare me Aldo Baren dhe arriti të vriste një pjesë të madhe të kundërshtarëve dhe Laer Taxhiu aktualisht ndodhet i arrestuar bashkë me bandën e tij.
Juli Pashakos ka qenë një prej miqve më të ngushtë të Redian Rajës, i cili është nipi ish deputeti socialist Rahman Raja, dhe në kohën kur ndodhi atentati te mbikalimi Shkozeti ndaj ish prokurorit të Durrësit Arjan Doj, teksa Redian Raja fill pas ngjarjes tentoi të largohej nga vendi, ka qenë në shoqërinë e Julit të Pashakos ose një personazh tjetër shumë të njohur që njihet si Andrea ose Renato Çaushaj ose ndryshe me novkën Renato i Kalivachit. Por pavarësisht se ata u gjendën në shoqërinë e njëri tjetrit, Redian Raja u arrestua dhe dënua me burgim përjetshëm për atentatin te mbikalimi i Shkozetit, ndërkohë që Juli Pashakos dhe Renato i Kalivachit nuk patën probleme në lidhje me këtë çështje. Po ashtu, Juli Pashakos ka qenë i shoqëruar edhe për masakrën e 2015-s në Lushnjë, ku u vran 2 persona dhe u plagosën disa të tjerë. Në atë kohë në shënjestër të ngjarjes ishte nipi Aldo Bares, i cili arriti të mbijetonte. Janë dënuar 2 persona ose 2 miq të besuar të Anterio Kaloshi dhe Urgez Bilbili, që janë të Lajert Haxhiu, ndërkohë që është në proces edhe Lajert Haxhiu. Sa i përket të ngjarjes, atëherë dyshimi kryesor ka të bëjë me përplasje mes grupimeve kriminale, sikurse thash, në vitin 2019 është gjendur në shoqërinë e Andrea ose Renato Çaushajt, që njihet si Renato Kalivachit, por një dëshmi e dhënë më vonë nga Artan Tafani, që është i penduar i bandës së Lajert Haxhiut, ai thot ndër të tjera që Juli Pashakos kishte marrë porosi nga Dubai për të vrarë Renaton e Kalivachit. Dhe këtë porosi, thot, nuk e mbajti vetë, por ja kaloi Lajert Haxhiut. Dhe kjo është një ndër pistat që po hetohet. Ndërkohë sa i përket momentit të ngjarjes, i është prerë rruga nga 2 persona, të cilët u thonin me një makinë me targa greke. Juli Pashakos i ka parë në momentin që kalon dhe ka rritur shpejtësinë e automjetit, është qelluar në drejtim të tij, pra ka dalë nga automjeti, por me sa duket dalja me vonesë i 2 autorëve, që njëri ka qelluar me Kalashnikov dhe tjetri me pistolet, ka bërë që Juli Pashakos të dëmtohet vetëm pak në këmbë. Dhe fillimisht nuk ka shkuar në polici, ka shkuar në banesën e tij, më pas, gjatë pyetjes nga forcat e policisë, ka refuzuar të jap shpjegime, duke thënë që nuk ka asnjë konflikt dhe nuk ka bashkëpunuar me autoritetet. Por mendoj që është një ndër raste dhe një ndër eksponentët që do duhet të ketë një vëmendje të shtuar dhe një hetim të thelluar në raport me të, por edhe në përplasje që ai ka në qytetin e Lushnjës, sepse kjo ngjarje, kam frikë, uroj të mos ndodh, mund të ndesë konflikte dhe një sak të gjatë të përplasjes mes grupimeve në qytetin e Lushnjës. Kemi në një, President? Jo, asgjë, sa e mora vesh, bëhet ajo rotacioni, dikur ishte Aldo Barej që triumfoi aty në Lushnjë duke vrarë kundërshtarët, se i vran vllajin. Morën kokën e një personi, filluan të lonin futbollin për qytet dhe që aty e vendosi atë hegemoninë e vet, rrinin me kostume të zeza, nuk pyesnin qunin veten komisariat i numër 1, po të kishe një halt ta zgjidhnin kështu. Numër 2. Jo, po kur e pyeta unë telefon, tha, jam ishi vlla, tha, 2 e shkot, unë bëj punë, tha. Ku pyeti ti? Po. Ama? Po. Pse i ke marrë ti këta? Po, dikur, kur punoja te revista Klan. Dhe ideja është që ai në atë kohë triumfoi, pra e bëri zap Lushnjën, ky ishte dora e fortë, u bën disa vrasje e tjera, tani ç'ndodh? U rritën fëmijët ose të vegjël në atë kohë, të vegjël të kundërshtarëve. Ky përfundoi në burg, ushtarët e vet, njëri pas tjetrit, ose u vranë ose përfunduan në burg, pra u shkatrua banda, ngrihen pinjollët e kundërshtar me këtë Bilbilin e me këtë Haxhien, edhe hyjnë dorë, çat dali përpara duke vrarë dhe njerëz krejt pa lidhje. Siç ishte rasti një tregtari të pjesëve të makinave që e vran vetëm sepse ankohej nëpër televizione që më kanë vrarë njeriu në afër diçka e tillë. Pra e tepruan fare dhe dolën pastaj që bënin dhe vrasjen e porosi për pjesë të tjera. Ndërkohë që mund të thuhet që ky moment tani, ose u lexua në një farë mënyrë sikur rikthehet njerëzit Aldo Bares për të marrë, me që këta u goditën po thuaj të gjithë, për të marrë hakun, pra një si thua një zinxhir gjërash që rrotullohen, njëri del njëri sipër dhe njëri shkon tjetri poshtë, pastaj rrotullohet prap, këtë mendova. Kemi Juli Pashakos Tu të atentatet unë dhe Andi jemi dobët, me thënë drejtën. Jo, po duhet të merrni vesh nga këto se Jo, nuk bëjmë dot atentatet, për të marrë vesh marrin, po nuk bëjmë dot atentatet. Mos kaloni për këto vende kështu, gjithasë nuk është edhe aq mirë. Tani vazhdimisht ndodhin nderuar të shikues këto gjëra.
ndodhin befas, shpesh në kapin edhe në orë para fillimit të Klodit të programit, e ke vënë redi. Pam, bje në orën 5-6, dhe unë të marrë me njerë Klodin. Që është këjtëm? Të thuaj publiku që kur s'hap telefonin, Eshtë duke u marrë me këtë punë. Zonjë hape, thot. Zonjë, qëfar po ndodhë, s'ka kuptimi, them unë, dhe kjo thot jam pikrish me këtë gjë. Dhe unë qetësojmë që do ta kemi dhe ne. A, do më thënë ka rënë fjalia hape më i zonjë telefonin. Nuk është më Ty kjo. të them hape telefonin sepse ti nuk merresh me krimin, zotri, nuk del në rrugë. Me ty se kuptoj pse se hape, kupton, dhe të them kam formul tjetër. Tani të ndërruar të shikues bën pak si revistë televizive, po dhe për shkak të ngjarjeve, që revista televizive jepen shumë gjëra. Jam gjë po prek. Me popullata i merr të gjitha, po të gjithë nuk është se kanë dëgjuar të gjitha. Njërin që ka dëgjuar, njërin tjetër me radhë dhe kaq është kjo histori tani. 6 tema kishin? Ja, 6 jo, më duket më pak. Do me thënë 2, 3, 4, 5, 6, aty. Pra, kjo ishte pjesa e parë, unë i falenderoj të gjithë historitë e mi, dhe zoti Dervishi do të mbetet, vjoj të mbetet me motë një pjesë shumë e rëndësishme, ku gazetarin Artan Hoxha, kolegon tonë Artan Hoxha, shkon në kufi për të shkuar në Greqi, dhe befas i ke thënë, ti përjetësisht i kanë thënë, përjetësisht nuk mund të hysh në këtë tokë, tokën e lene. Shumë gjera kanë bërë grekët me ne, në kohë, dhe shumë pritet të bëjnë. Ne do diskutojmë për këtë dhe për një problem dhe për detin tani që po vjen, se po vjen kohë e kufive të detit, mund të na afrojnë këte. Dhe ne shkojmë të sigurt drejt Bashkimit Evropian. Sa më shumë të afrohet deti kufiri detar nga jugu, ndoshta kërkojnë edhe këte nga lartë, edhe vem si vend i vogël fare. Dhe me malin e zi kufiri, një lloj si me Greqinë, e njëjta situatë. E njëjta situatë, publicitet dhe rikthehemi me njerë.